Bashkia Konispol ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar ngrohje në të gjitha institucionet arsimore që ndodhen në jurisdiksionin e saj. Strukturat përgjegjëse kanë kryer inspektime të vazhdueshme në shkolla dhe kopshte, duke siguruar furnizimin me lëndë djegëse dhe funksionimin e pajisjeve ngrohëse sipas standardeve të përcaktuara. Po, duke ditur se sezoni i dimrit po afron, janë marrë të gjitha masat që shkollat janë në jurisdiksionin e bashkisë sonë janë të kompletuara të gjitha me sistem ngrohje. Shkolla e Konispolit po bëhet sistemi ngrohjes me kondicioner, shkolla e Zarës dhe e Shalsit me kaldaja, kopshti i Konispolit me kaldaj, dhe kopshtet e tjera që janë në zonat më të largëta dhe shkollat në zonat më të largëta rurale janë të pajisura të gjitha me rezistenca ngrohje. Gjatë kontrollit të përgjithshëm është konstatuar se situata e ngrohjes në institucionet arsimore është në parametra normal, me disa problematika të vogla të evidentuara kryesisht në shkollat e fshatrave ku janë marrë masat e nevojshme. Ne për heri kemi marrë masat dhe asnjëherë se jemi gjithmonë në kontakt me drejtorat e shkollave, me të gjithë jemi në kontakt, në të vazhdueshëm me ta dhe u asigurojmë të gjitha kushtet, mund të themi në mënyrë urgjente. Kemi pat problem tek shkolla e Vrinës, kemi pat problem tek kopshti, kemi pat sa lagështi në kopshtin e Çiflikut, në kopshtin e Shëndolliut, kemi ndërhyrë urgjent për të izoluar taracat e të dy kopshteve. Në rastet ku janë raportuar vështirësi, ekipet e bashkisë kanë ndërhyrë pavonesa për zgjidhjen e tyre. Pajisjet janë riparuar ose zvendësuar, ndërsa institucionet që kishin mungesa janë furnizuar në kohë. Bashkia Konispol thekson se do të vazhdojë monitorimin e rregullt për të garantuar kushte të përshtatshme gjatë gjithë sezonit të ftohtë.